Mbrojtja e të drejtës së pronës do të thotë mbrojtje e të ardhmes së individëve. Përmes investimeve transformuese, kapaciteteve të forcuara të stafit dhe komunikimit më të mirë, Kadastra po bëhet çdo ditë më e orientuar drejt qytetarëve. Synimi ynë, ofrimi i shërbimeve cilësore në përputhje me standardet evropiane dhe rekomandimet e Këshillit të Evropës. Po rritemi me profesionistë të rinj, përzgjedhur me transparencë. Juristët regjistrojnë të dhënat të sakta të pasurisë, ndërsa inxhinierët pasqyrojnë në hartë çdo koordinat dhe sipërfaqe. Rezultati, shërbim më i shpejtë dhe korrekt. Kadastra shqiptare, energji e re, integritet dhe shërbim më i mirë për ju.